Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova kërkon marrëveshje për kodin zgjedhor si e vetmja mënyrë për të shkuar në zgjedhje. Ajo vlerëson se gjendja aktuale rrezikon të komplikojë zgjedhjet e ardhshme. Unë nuk shoh dialog, sepse nuk mund të ketë dialog nëse askush nuk të riqet nga qëndrimi i saj. Pikërisht për këtë ndodhemi në këtë situatë jo produktive, e cila rrezikon të komplikojë dhe më shumë zgjedhjet e ardhshme. Pas disa cikleve zgjedhore janë grumbulluar vërejtje, ato janë seleksionuar dhe tani duhet i propozonim zgjidhje, deklaroi presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova. Alarm për çdo shqiptar, komentoi BDI pranimin publik nga përfaqësuesit të Vlenit se janë tmerrsisht të dobët brenda qeverisë. Sipas opozitares shqiptare, kjo është dëshmi e dështimit të plot politik. BDI thotë se kombinimi dobësisë politike, degradimit të pozitës së shqiptarëve dhe dyshimeve për përfitime private është alarm që duhet të mobilizojë secilin qytetar. BDI vlerëson se shqiptarët nuk kanë nevojë për përfaqësues që e pranojnë pa fuqinë e tyre. Ata kanë nevojë për një përfaqësim që mbron interesin politik, dinjitetin dhe barazinë e tyre. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albulena Xhiu shpalli 6 gushtin si datë për mbajtjen e seancës konstituive për kuvendin. Ajo bëri thirrje partive politike të intensifikojnë diskutimet për arritjen e një marrëveshje për të hapur rrugë formimit të institucioneve. Duke qenë se ende nuk ekziston një dakortim politik për çështjen e presidentit, ka vendosur që të mos ta therras me ngut seancën konstituive, por të shfrytëzojë afatin për të krijuar partive politike hapësirën e nevojshme. Seanca konstituive do të mbahet në 6 gusht në orën 10. Deri atëherë, mbetet detyrimi subjekteve politike që të vazhdojnë dialogun, shtoi presidentja në detyrë Albulena Xhiu. Ajo kërkoi shmangjen e shkuarjes sërish në zgjedhjet parakohshme. Konsideroj që kam vepruar drejt dhe qëllimi im ka qenë më i miri, pra që të jepet hapësira e nevojshme në dispozicion dhe që të mbrihet një marrëveshje, por duket që nuk jemi shumë afër, por uroj që të intensifikohen takimet. Kosova dhe Gjermania forcojnë bashkëpunimin për veprimin klimatik dhe tranzicionin energjetik. Në shkruajtje marrëveshje e zbatimit për mbështetjen e partneritetit për klimën dhe tranzicion energjetik. Marrëveshja konkretizon partneritetin më të gjerë për klimën dhe energjinë ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë në një kornizë operative bashkëpunimi. Ajo synon të forcojë dialogun për politikat, koordinimin institucional dhe ngritjen e kapaciteteve, duke kontribuar njëkohësisht në diplomacinë klimatike të Kosovës, rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare dhe angazhimin më të gjerë të shoqërisë në veprimet për klimën dhe tranzicion energjetik. Bota. Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa të reja ndaj 60 partnerëve të tyre kryesor tregtar, duke argumentuar se shumë prej tyre nuk kanë ndërmarrë masa të mjaftueshme për të parandaluar importin e mallrave të prodhuara me punë të detyruar. Tarifat që variojnë nga 10 deri në 12.5% hynë në fuqi këtë të premte dhe prekin vende që përfaqësojnë rreth 99.4% të importave amerikane, përfshirë Bashkimin Evropian, Kinën, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadan, Japoninë dhe Indinë. Administrata e presidentit Trump justifikon vendimin si pjesë të politikës së saj për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve dhe luftën kundër praktikave të padrejta tregtare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.